Të ndërruar shikues, tash është koha të shkojmë kështu përmes një lidhje direkte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku përmes një lidhje direkte po na pret profesori, sekretari i përgjithshëm i shoqatës Vatra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Pashko Camaj. Zotri Camaj, faleminderit shumë për kohën. Kënaqësi jam me ju. Zotri Camaj, po fillojmë me të fundit, me qenë se kanë gjallur reagime të shumta dhe sigurisht se është pritur me pozitivitet në Kosovë, pra presidentit amerikan Trump, edhe në vitin e parë të mandatit të dytë sa i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i bie ndërmend për Kosovën, teksa flet për një konflikt tjetër, si e patju, si e lexoni reagimin e presidentit amerikan? Po është gjithmonë në interes tonë që Kosova, çështja kombëtare, çështja jonë të mos ngelet ngërsh të vetë të harruar, sepse ne kemi nevojë për involvim të vazhdueshëm të qeverisë amerikane dhe subjektive tjera ndërkombëtare, por vazhdimisht interesi ynë ka qenë ashtu të tjetë që qeveria amerikane, shteti amerikan, kryetari i saj, Departamenti i Shtetit amerikan të jenë gjithnjë më tepër të involvuara në situatën atje, sepse siç e dimë për Kosovën, po mund të ndodhë për gjithë shqiptarët, mbrojtja më e sigurt është një lidhje e vazhdueshme përjetshme me SHBA-n që ka qenë dhe është ndër të jetë. Zotri Camaj, po e shohim një përfshirje themi kështu indirekte të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kur flasim për konfliktin Izrael-Iran. Si e shihni ju, me qenë se jeni shtetas amerikan, si e shihni ju krejt këtë çfarë po ndodh atje? Po, natyrisht, një gjë e tillë është shqetësuese për të gjithë, edhe ne si shtetas amerikanë, sepse potenciali është gjithmonë që një konflikt i tillë të shpërndahet edhe më tepër, megjithëse kemi parë se ka qenë kryesisht i kontrolluar mes dy vendeve, Iran dhe Izrael, me shpresë që do të arrisim dhe një përfundim të shpejtë, një përfundim të planueshëm, natyrisht për botën e cila lufton për një demokraci, për një progres të vërtetë, për një qëndrueshmëri e lirisë dhe drejtave në atë rajon, natyrisht se kjo zonë, kjo pjesë ka qenë shqetësim për shumë dekada dhe për shumë vite. Prandaj me shpresë që një përfundim i pranueshëm dhe besoj që Amerika do të luajë rol kyç në këtë arritje dhe involvimi i Amerikës është i pashmangshëm dhe i nevojshëm që të arrijë ai konkluzion, pra me shpresë një konkluzion i cili garanton paqë, garanton një siguri jo vetëm për Izraelin dhe Iranin, por për mbar rajonin më të gjatë. Zotri Camaj, po e citoj presidentin Trump, gjatë mandatit të parë ndala shpërthimin e luftës mes Kosovës dhe Serbisë, duke paralajmëruar që do të rikthehet kësaj çështje. Pra do të rikthehet dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Si e shihni ju, si e vlerësoni, a do të ketë një insistim të fureshëm të presidentit Trump kur vjen puna tek dialogu Kosovë-Serbi? Është e mirë që diskutohet për Kosovën edhe në nivele kaq të larta, sepse është e nevojshme. Unë vlerësoj dhe ne besojmë që kthimi në binar të një dialogu të përgjithshëm, i cili pa filluar në kohën në periudhën e Trumpit të parë, më parshëm, presidenti Trump në termin e kaluar, sepse një dialog është i nevojshëm, është një garantor i cili ndoshta na jep shpresë se mos kemi një shpërthim për të cilin dhe presidenti Trump flet. Unë nuk e di dhe sigurisht që shumica e shikuesve tonë nuk e dinë detajet për të cilat presidenti flet, por sigurisht që ka njohuri dhe ka pas njohuri më të sakta, por ne dim çka dim, ne dim se interesi kombëtar, interesi i popullit të Kosovës duhet të ndërlidhur me interesin strategjik të SHBA-ve dhe interesimi i presidentit Trump në situatën në Kosovë gjatë këtyre trazirave që i shohim duke filluar dhe në luftën në Ukrainë, pastaj edhe në Izrael-Iran, tregon seriozitetin, tregon vendosmërinë që Shtetet e Bashkuara duhet që tregojnë dhe duhet t'japin, por ne duhet si kom, si popull dhe ne të reciprokojmë dhe të merremi me seriozitetin më të madh dhe kthimin në dialog, kthimin në binar të dialogut është vetëm një garancion që premton një të ardhmë më të mirë jo vetëm për Kosovën, por për mbar rajonin.
Çka është interesante është pse pikërisht tani kur krejt fokusi i asaj se çfarë po ndodh është tek Izraeli, është tek Irani, është tek Palestina, është tek Ukraina, tek Rusia, është shumë interesante që një president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ta rikthej vëmendjen tek Kosova, pse pikërisht tash, pse në këtë momentum të përmendet dialogu Kosovë-Serbi. Është friksuar ndoshta diçka presidenti amerikan teksa i ka rënë ndërmend që ka edhe dy shtete cilat kanë probleme me njëra tjetrën, pra kanë një histori në të kaluarën, kanë një punë për të bërë sa i përket dialogut. Shikoni, politika amerikane, Departamenti i Shtetit Amerikan dhe natyrisht politika presidenti Trump është fokusuar në mbrëmasa globale dhe shpesh herë në një konflikt siç është në Iran dhe Izrael ose më parë në Ukrainë, është hjekës dhe të rritë zgjidhje vëmendjen, por interesi amerikan shkon më tepër se vetëm fokusimi i një shpërthimi që është natyrisht është në televizor shihet për ditë, është në mendjen e gjithë botës të quhet. Por fakti që presidenti Trump përmend me bënë këtë rast dhe në këtë përmasa dhe Kosovën dhe ngjarjet që mund të pritën dhe aty është e rëndësishme dhe kjo duhet të përdoret si një gjë pozitive të kthejmë ujtë në mullirin tonë sepse një interes i presidentit Trump besoj dhe vlerësojmë unë dhe vlerësojmë shumë është i rëndësishëm si garantor pra sepse besojmë që ky president dhe kjo administrat e ka fuqinë edhe morale, po ka edhe fuqinë vullnetin që të merret me një çështje kaq të rëndësishme për të parandaluar ndoshta një problem i cili nëse nuk zgjellet në një kohë të duhur, kalon në një problem i cili shkakton më shumë probleme, do thënë është ai domino efekti të cilin Sheba e shikon. Domethënë ata shikojnë nuk fokusohen vetëm në një gjë të vogël, por në përmasa globale shikojnë lëvizjet, shikojnë shqetësimet, shikojnë ato të cilat nesër mund të vlojnë të bëhen më të mëdha. Interesimi i Shebave, pikërisht i president Trump, vlerësoj që është shumë i mirë, është shumë i rëndësishëm dhe ndoshta një mesazh për politikanët, për grupin, për udhëheqjen politike në vend në Kosovë, po edhe gjithë që të marrin me seriozitet dhe të ulemi në tryez, të bisedojmë, të bëjmë kompromise ku është nevojë, të bëjmë kompromise, natyrisht që të arrihet në një marrëveshje e cila është përfundimtare, e cila është garantore e një të ardhme më të mirë. Jo pra vetëm për ne, natyrisht ne na intereson mirëqenia e popullit tonë, kombit tonë, shteteve tona, por duhet të kuptojmë se jemi në një rajon i cili vetëm së bashku mund të arrijmë në një konkluzion i cili është i përshtatshëm për gjithë, i pranueshëm për gjithë, i cili pra garanton një të ardhme më të mirë për gjithë rajonin. Kur thatë që ky mund të jetë një mesazh për politikanët, ju besoj se jeni mirë informuar edhe pse jeni në Shtetet Bashkuara të Amerikës për ngecjen që kemi këtu sa i përket konstituimit të kuvendit, apo jo, zotrit Samaj? Po, mjaft i informuar dhe me keqardhje them këtë sepse do ishte mirë që qeveria e Kosovës të jetë në funksionim të plot, që të jetë në një qeveri e cila e ka gishtin në pulsin e çështjeve. Unë megjithatë besoj se punë vazhdojnë të bëhen edhe në këtë vakum që duket në sipërfaqe, por me shpresë që ky vakum mos vazhdojnë të marrë përmasa të pamenaxhueshme dhe me shpresë që qeveria e Kosovës, udhëheqësit e saj, edhe ata të ulen në një tryez të përbashkët, të vinë me një përfundim të pranueshëm për të gjithë, një përfundim i cili mbi gjitha e shikon interesin kombëtar, e shikon interesin e përbashkët, jo dhe nganjëherë këto interesat të cilat ndahen në grupacione politike, ndoshta edhe her pas here edhe personale, mos jenë ato dominante, por të shohim një të ardhme të mirë. E di se nuk është e lehtë se politika është ashtu, por duhet për të mirën e popullit, për të mirën e vendit, që të ulen, të bisedojmë dhe të gjenë një konkluzion, një përfundim të pranueshëm, i cili do të jetë garantori një ditë më të mirë, një të ardhme më të mirë për Kosovën, për Kosovën dhe për rajonin.
A kemi një urgjencë këtu në Kosovë? Duhet në fakt ta ndjejmë, jo ta ndjejmë ne, po ta ndjejmë politikanët, deputetët e zgjedhur nga populli, kur vjen puna tek formimi i institucioneve dhe kur vjen puna kur qëndrojmë ne si shtet përballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me të cilat ndajmë një lidhje shumë të ngushtë, edhe kur jemi përballë dhe një presidenti siç është ai tani, që është Donald Trump. Po, natyrisht që kjo do të merret me një seriozitet maksimal, ndoshta dhe ajo fjala urgjencë, që ta shikojmë sepse ne shohim presidenti Trump e ka një mënyrë të diplomacisë pak ndryshe nga politikanët rrethdotë, se politikanët që i shohin të përditshëm. Dhe është e mirë që mos të ndalim nga radari i tij, që të mos besim të harruar. Dhe është e rëndësishme që qeveria e Kosovës, udhëheqësit e Kosovës ta marrin këtë mesazh prapë me seriozitet, por jo me një urgjencë që hap panik natyrisht, por një urgjencë serioze që kërkon një bisedë serioze, konkrete dhe përfundimtare për arritjen e një marrëveshje ku do të dimë se qeveria nuk funksionon nëse institucionet nuk funksionojnë, shteti nuk funksionon nëse ato nuk janë në funksionim të duhur, dhe kjo duhet të jetë një gjatë primare për gjithë elitën, për gjithë grupacionet politike në Kosovë që vijnë. Por sa shihemi serioze, sa shihemi të gatshëm për të bërë hapa tutje, edhe kur vjen puna tek dialogu, me qenë se po ndërlidhemi me deklaratën e presidentit Trump në momente të tilla kur ne nuk po arrim të dakordohemi, kur nuk po arrin partitë politike të dakordohen sa i përket një emri për kryetar kuvendi, zotri Camaj. Si transmetohet kjo atje? Ne shikojmë, ne këto ngjarje i shikojmë me keqardhje dhe me një nivel të shqetësimit të duhur, dhe me kontakte që kemi, me njerëz që kemi edhe si federat, por edhe si njerëz të thjesht, vazhdojmë që të flasim dhe komunikojmë me udhëheqës politik atje që të mundohen në maksimum të arrisin të një konkluzion, të një përfundim, ku qeveria, ku për shembull kryetari i parlamentit është pak shqetësuese që nuk kemi kryetar në Parlamentin e Kosovës, nuk kemi institucionet të cilat duhet të funksionojnë, sepse nëse i lehet vakumit, nëse i lehet keqpërdorjes së kësaj kohe, ka njerë treni vazhdon dhe në mesin në stacion, që mos të mesin në stacion, por të hyrë dhe në tren, që të vazhdojnë drejtimin politik, drejtimin për të mirën e vendit tonë, për të mirën e popullit në Kosovë. Rikthehemi tek zhvillimet që po ndodhin në lindjen e mesme dhe përfshirjen e Amerikës, por nuk po dua të ndalem në fakt vetëm tek lindja e mesme, sepse Amerika shëbohet në fakt si dhe administrata Trump po mundohet të paktën që të ndërmjetësoj mes dy luftrave që po zhvillohen në të njëjtën kohë, flas për luftën Rusi-Ukrainë dhe luftën tashmë Izrael-Iran, ku qëndron SBA në krejt këtë ndërmjetësim, zotri Camaj? Çfarë mund të ndrojë kjo për botën? Natyrisht SBA-ja është një aktor të thonë kryesor sa i përket sigurisë globale, në përmasa globale, dhe angazhimi i SBA-ve është i pashmangshëm dhe është natyrisht i detyrueshëm, i nevojshëm. Dhe në gëzën fakti se presidenti Trump që nga ardhët në krye të Shtetit Amerikan ka qenë aktiv dhe ka qenë kështu dhe ka herë dhe bombastik në deklarata, por shpesher të deklarata ka qëllimin e veçantë, ka qëllimin specifik, që dhe ngacmojnë një diskutim, një dialog, dhe sido që është nëse dialogu shmanget o zavencohet me një gjë që shohin për çdo ditë edhe në tani në luftën Izrael-Iran, po dhe në pjesën e Ukrainë me Rusinë, kjo nuk është përgjigje dhe nuk çon në një siguri globale, dhe është nevojshme që invalvimi i Amerikës në ndryshme përsive botërore, të cilat në një mënyrë janë garantore të sigurisë globale, të mesin në diskutim, në dialog, të përfshirë her pas here, gjithmonë duke patër nevojë që duhet ndoshta të bëhen edhe kompromise nga palët e ndryshme, dhe kjo duhet të jetë gjithmonë një alternativë më e mirë se sa një luftë, një gjakderdhje e vazhdueshme, e cila ja shohim rezultatet, e cila jo vetëm që është e tmerrshme, por ka potencial që të zgjahet të bëhet një luftë dhe jashtë kontrollit që ne të gjithë nuk e dëshirojmë.
Pa e përfunduar në fakt këtë bisedë cilën po realizojmë në një distancë të madhe, zotri Camaj flasim për Prishtinën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund të ju lë pa ju pyetur se si qëndrojnë shqiptarët në Amerika, janë të lidhur fort kështu me njëri tjetrin. Shqiptarët në Amerikë flasë mëdhërisht nga spektra, nga këndvështrimin që shohë edhe si në kantari Federatës Shqiptare Vatra në kryeësinë e saj. Ne mundohemi që të nesim dhe jemi aktiv mjaft në këto kontakte që kemi, vazhdojmë që të bëjmë presion natyrisht me kontaktet në Kongres, në Senat, por shpeshherë shoh se ne mërgata shpeshherë jemi simptom ose jemi të ngjajshëm me situatën e vendlindje dhe ato që ndodh atje dhe ne këtu kanë ndikojnë dhe në ne. Pra nëse shohim një farë çrregullimi dhe një farë më tepër largim nga interesi, fokusimi në çështje të cilat janë kanë rëndësi dhe kanë nevojë që të jenë të fokusuar, edhe ne si mërgat pak e humbim në busollën dhe kemi nevojë që kanë njerë të rifokusohemi, por ju premtoj se ne si federat, po edhe si mërgat do të vazhdojmë punën tonë, do të vazhdojmë të trokasim dhe dyrë në Senat, në Kongres, që munojmë të sillim ujë në mullirin tonë kombëtar, por gjithsesi është nevojshme që të kemi edhe jo përkrahjen direkte, por të shohim sepse nëse diçka veprojmë dhe nëse nuk shohim një marrëveshje të duhur në nivelet të duhura në vendlindjen në Kosovë apo në Shqipëri apo pozitiv, më duket se na shkon ajo punë bosh. Dhe është rëndësishme që mos të fitojmë këtë mendim, mos punojmë në një farë presioni se çka do që po bëjmë nuk po jep rezultate. Është mirë që të shihen rezultatet, që të gëzojmë së bashku, por kontributi ynë do të vazhdojmë dhe besoj që do të jap rezultate edhe në të ardhmen. Zotri Camaj, më lë përshtypje që gjatë kohës sa po e realizojmë këtë lidhje direkte prapa jush, po e shoh që ju e keni librin tuaj të fundit, apo jo? A jam korrekte kur flas për atë me kopertim pak si blu, e që si e keni titulluar librin? Porosia e kullës shqip, anglisht nuk e mbajta mend. Libri në gjuhën angleze ka një titull interesant për publikun këtu, është Dreaming from the Trunk of an American Car, sepse fillojnë ëndrat e mia në Amerikë i mbyllur në një bagazh të një veture amerikane kur kalonim me motrën time përmes kufinit jugor nga Meksika në rrugë legale në Amerikë. Dhe aty fillon një ëndër amerikane, ky libër për këtë edhe në gjuhën shqipe vitet e kaluar nga shtëpia votuese Onufri dhe ka pas një hovë në vendin tonë me shpresë që lexuesit ta shijojnë libri që nuk është autobiografik, por merret me një temë jashtëzakonisht interesante për lexuesit sepse nuk është thjesht një glorifikim i ëndrës amerikane, por flet më tepër, kryesisht edhe më tepër për shqetësimet dhe problemet e mërgatës gjeneratës së parë. Mund t'i ndajmë 2 minuta, unë jam shumë e interesuar në fakt për përmbajtjen e këtij libri, zotri Camaj. Për çfarë flet kështu më detajisht? Mund t'i ndajmë edhe pak minuta për të folur rreth sfidave që ndoshta shqiptarët i kanë pasur derisa janë ambientuar atje. Natyrisht, libri kryesisht tema esenciale i librit është një faj ose një ndjenjë e fajit që unë ose në mërgat ose gjeneratet e para ndjejnë ndaj largimit nga vendi i vet. Bile unë e bëj një pyetje nëse kemi mkatnuar kur jem larguar nga vendi stërgjyshor dhe kem ardhur dhe kem filluar një jetë këtu në Amerikë dhe jem larguar nga vendi ynë për të bërë amerikan. Fëmijët ando jenë amerikan. Më flasim për gjenerata pas tyre. Por edhe në këtë libër unë trajtoj një temë e cila pra ai fajsimi, ndjenja e fajsimit, por edhe shqetësimet, edhe problemet të cilat një person, një njeri që vjen në një vend siç është Amerika dhe arrin në nivelet e ëndrës amerikane gjithsesi, por më tepër ajo e tërheq mbrapa ajo porosia e saj kullës që e quajnë titullin në gjuhën shqipe, që ishte që të ruajmë kullet, të ruajmë trujet, të ruajmë tokat tona, vendet tona ku na kishte fal Zoti.
dhe ne si që jem larguar nga vendi ynë, disasi një vetin se nuk e kem plotësuar porësi të pasërgjyshëve tonë. Por me shpresë dhe me dëshirë që edhe këtu në mërgat në Amerikë, në vende ku jem larguar, të vazhdojmë të arrujmë trashëgimin tonë dhe në një mënyrë të lajmë atë borgjin që kem ndaj atyre kullave tona, që të mesim në kontakt, të mesim relevant, të mesim kontributor të qeshjes dhe të alom trashëgimi dhe gjeneratave që vinë, se të dinë kush janë, ku kanë trunë, ku kanë rranjet e veta, sepse është shumë e rëndësishme që nesër një fëmijë në ndoshta të jetë për presidenti i Amerikës, që ta dinë se ku e ka trungun dhe ndoshta të shikojë me një dashuri të veçantë ndaj trunit të baballarëve të vet. Zotri Cama, ju faleminderit shumë për kohën. Ishte me të vërtet një bisedë e këndshme, sidomos në këto minutat e fundit, kur edhe ikim pak nga ngjarjet aktuale politike, e shkojmë pak edhe rikthehemi në histori, sidomos duke dëgjuar rrëfime kështu të motivuese për gjithë ne. Zotri Cama, ju faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, faleminderit.